Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vulosur qëndrimin në qeli të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, duke rrëzuar kërkesën e tij për ndryshimin e masës së sigurisë. Pavarësisht përpjekjeve të mbrojtjes dhe ofertës për garanci pasurore, trupa gjykuese vendosi të lërë në fuqi arrestin me burg, duke konsideruar të nevojshme vijimin e masës shtrënguese deri në përfundim të hetimeve. Veliaj, i cili për vite me radhë është shfaqur si një nga figurat më të forta politike në pushtetin vendor, tashmë përballet me një realitet krejt tjetër. Jo më konferenca për shtyp dhe inaugurime projektesh, por seanca gjyqësore dhe vendime të drejtësisë. Sipas dosjes hetimore, dyshimet lidhen me akuza për korrupsion dhe pastrim parash, çështje që kanë tronditur jo vetëm Bashkinë e Tiranës, por edhe vetë mazhorancën. Ndërsa i ka mohuar akuzat dhe i ka cilësuar ato si sulm politik, drejtësia duket e vendosur të çojë hetimet deri në fund. Vendimi i apelit konsiderohet një sinjal i fortë se strukturat e posaçme nuk po tërhiqen përballë presionit politik. Për Veliajn, kjo do të thotë se betejë e tij ligjore sapo ka hyrë në një fazë edhe më të vështirë. Nëse dikur konsiderohej si një nga njerëzit më të pushtetshëm të Tiranës, sot ai pret vendimet e radhës nga qelia, një kontrast i fortë me imazhin publik që ndërtoi ndër vite. Çështja mbetet e hapur, por një gjë është e qartë. Rruga përpara për Erion Veliajn nuk kalon më nga zyra e kryebashkiakut, por nga salla e gjyqit.